Është kënaqësi që në këtë pjesë ta kem trajnerin e ftuar Arnur Morinin, ku diskutimi do të jetë në lidhje me kombëtarin e Kosovës para ndeshjes me Slovakinë, Superliga, po ashtu edhe drita e cila ka marrë pjesë në kuadrat e ligës së konferencës në futboll. Këto detaje të cilat do t'i diskutojmë së bashku me trajnerin. Trajner, mirë se erdha dhe ju bashkove emisionet e pasditës sportive, edhe pse të kena prit koqa gjatë. Po kënaqësia mas sporit që jam këtu, tash gjatë a shkurt i kalojmë ato sene. Jo, është me të vërtet një kohë e gjatë, po obligimet kanë qenë tilla, disa gjana familjare, kështu që Ke qenë pa pushim. Pa pushim, që thojnë pa pushim mirë, po që sot është dita kur u takum. Kemi kontaktu shpesh, kemi bisedu shpesh, kena diskutu shpesh për shumë ngjarje, sidomos edhe kur ke qenë edhe pjesë e grumbullimeve të ndryshme për zbuluar më shumë talent. Me që se jemi të kjo pjesë, ka talent të ri, trajner? Po tash mas pori duhet më kthy te kjo fjala talent, se kjo fjala talent ka me tena. Kërkon bëhet, nuk përdoret fjala talent, po përdoret fjala një punëtor, një fëmijë apo një djalë i cili dëshiron me stërvit, i cili dëshiron me ngrit, i cili është i përullun, punëtor i madh, e talenti ka me një 5%. Prej kohës kur unë kom lujt, kur na dhëshin 90% talent, 10% punë. E kjo është e kundërta totalisht. Ka fëmijë, ka djemë të ri të cilët dëshirojnë, të cilët punojnë edhe angazhohen, mirë, po duhet me qenë real edhe me thonë që kjo punë lyp një studiozitet më të madh, edhe një qasje pak më ndryshe, sepse kemi fillu me u krahasun me zveti. Kur thëmë me zveti, nëse bisedoni këtu me të gjithë ata të cilët janë në futbollin e trive, krit flasin ta në kohën, kjo është lojtar i mirë, ky ai mirë, ky i mirë, ky i mirë, po asnjëherë pa u mat me ata që në Evropë, me moshatorët e tyre. Ata duhet me thonë që dorën zemër janë shumë larg prej neve, ty e fillu prej kushteve të punës, prej kushteve të ushqimit, medikamenteve sportive, videoanalizave e shumë gjanave tjera të cilat bota evropiane, bota e përparume i ka fut në përdorim qysh të kategoritë e reja. Kështu që do të me thonë që ka djemë të cilët dojnë me hecë për para, ka djemë që punojnë, ka djemë që janë të angazhum, edhe po jemi munu gjithmonë me bo një bashkëdyzim, një konglomerat mes djemëve të këtu ujtë edhe djemëve tonë që i kemi në perëndim, edhe atje me shumë probleme, me pasaportat Kosovës, pa pasaportat Kosovës, në ekipe të mira, në ekipe të tranxheve të ulta, me ka 2-3 ftesa, me pritjet shtetit ku jetojnë, e tjera, me menaxherat të cilët ju udhëheqin edhe thojnë është momenti, s'është momenti, e tjera, gjana të cilat po ndodhin edhe gjana që për mua janë normale, sepse po jetojnë në një Evropë tjetër, jo në Kosovë, ku men njëherë automatikisht i kanë 3 rrugë të qeluna. Të shtetit ku jetojnë, ku kanë lind, Kosovës edhe të Shqipërisë. Trajner, jemi prak ndeshjes me Slovakinë. Cili është mendimi jot dhe si e sheh këtë përballje? Unë edhe kur jam kry kvalifikimet edhe na kemi mri me lujt play-offin, kom thonë që kjo është sukses i madh. Edhe kom qenë një prej atyne i cili ka thonë se a kvalifikomi për kampionat botnor apo jo, vetë kvalifikimi në play-off është sa një madh, për 9 vjet, 8 vjet, 9 vjet sa jemi të pranum, me arrit një gjatë të tillë është bajagi sa një madh. Ka shtete të cilat janë me shekuj, shtete të cilat kanë kombëtare, s'kan arrit me kalu as grupin kualifikues, apo? A kanë lojtarë të cilët ju luajnë në Liga Evropiane. Unë e kom marrë gjithmonë një shembull siç është për shembull Ibrahimovici, që është dashëm apo s'dashëm na me thonë është ndër lojtarët më të mirë për shembull në 30 vitet e fundit në kremin e lojtarëve botnor. Po çka ka bëj me kombëtare? Kur gjë s'ka bëu sepse kombëtari aty ka qenë gjithmonë nivel më i ulët se sa që në kualitetet e tij, ai s'ka mri me bu. Apo Messi, i cili ka mujt hipotetikisht me kry karrierën pa fitu asnjë titull me kombëtare. Është ashtu. E vërtet. Kështu që këto janë gjëra relative, po për mua është vetë fakti që jemi në kualifikime, jemi në play-off, është sukses i madh. Ty e ditë se në çfarë kushte
ka qenë Sunia jonë për i pranimit deri këtu, edhe tash po na pret një Slovaki, e cila do të me thonë që si grup janë shumë kompakt. Këto e kom cekë edhe ma herët, kanë ma pak individ me emën se që kemi na, mirë po si grup janë shumë kompakt, dhe kompaktësia të në të regun atë që ata kanë lujt mira edhe si vendas edhe si mysafir, bile si vendas në Suedi kanë mujtë edhe Gjermanin në Slovaki, që është një Mali deri në fund ka qenë e para në pozitën e parë, edhe du të me thonë që si grup janë mjaft fuqishëm. E tash në anën tjetër, ata po ballafaqohen me disa lëndime, edhe po ballafaqohen me disa lojtarë të cilët nuk e kanë kontinuitetin kohë të fundit në klubet e veta. Ajo shumë do me thonë se për ekip. Pse po do me thonë sepse për me qenë i gatshëm për kombëtarët i dush me luajtë në klub. Dush me stërvit mirë në klub, me qenë formë në klub, sepse ti kur vjen te kombëtari e ki 4-5 ditë me i bë disa stërvitje tekniko-taktike, edhe me shku me luajt lojën. Do të thotë ti kombëtari dush me ardhi gatshëm. Në anën tjetër na kemi një numër më të madh lojtarëve që po luajnë në ekipet e tyre. Nëse hekim Zhegrovën i cili po luan pak më pak, edhe kjo është një pikpyetje e madhe, sepse mendoj që Spalletti se italiani vërtet, mas pari këshyr defanzivën e mandej ofanzivën, a e doni është një lojtar komplet ofanziv, po i cili ka imagjinat dhe mundet me kry lojën shumë lehtë vetë në fazë ofanzive, po kjo është zgjedhja e Donit me menaxherat e tij, pse kanë vendosur me shku në Itali, edhe pse unë kam thonë që gjithmonë të gjitha liga tjera janë më të kapshme për Edonin se sa të italianët. Edhe bile me... Pa e keni po jo të italianët halo, sot e kësaj ditë mbretëranja që mas pari me mbrohen shumë mirë, janë mrapa ka 4-5 vetë minimum, edhe nëse merr një Interin që luan me 3 mrapa, 3 janë të proklamum, po gjithmonë fazë defanzive janë 5. Në vit fundit janë 5, pa që janë 5 është e pamundën. Edhe të tjerë. Edhe me strukturë defanzive. Edhe mandej shumë duele në mes fush, shumë forcë fizike e tjera, do të thotë aty imagjinata ka përfundu me Pirllën, me Zidanin e me tjertë. Tash janë të gjithë një kalibër këtë tjetër. Kalibër i lojtarëve që po vrapojnë shumë, që po luftojnë shumë, edhe që luajnë në dy drejtimet, edhe kjo e penalizon pak Edonin, sepse Edonin fazë sulmit është shumë i fuqishëm. Ka zgjedhje edhe në ato hapësina shumë të vogla që kanë qenë, që janë në lojë. Në lojën e fundit tash e pam me Galatasarajin, atë sa lujti tregoj që është një lojtar i cili e meriton një klub të madh evropian, edhe vetëm fati s'ke me te ai rasti kur gjujti me komën e majt, por në përgjithësi mendoj që ju ka tregu që për fazë ofanzive është lojtari i kompletuar. Po, pra po them, është në Itali ku ata faktikisht edhe zbulues të lojës defanzive të Katanaqës, edhe e gjitha ajo përfundon me defanziv. Premier Liga për Edonin? Evertoni na Evertoni po lexoj që është Evertoni, unë pri bisedës me Edonin e di që edhe klube edhe më të mëdha se Juventus edhe se Evertoni kanë qenë të interesuar, mi ka tregu mesazhet që ja kanë dërguar trajnerat e klubeve shumë më të mëdha. Shumë më të mëdha se sa Evertoni e Juventusi. Me thonë vërtetën, unë i kom pa ato të gjithat komunikimin e tij, po në këtë moment ka qenë që ashtu. Shpesh herë them në futboll nuk mjafton veç puna dhe angazhimi dhe loja, duhet edhe fat me pas. Ndoshta në këtë moment ka qenë që kështu fati që në moment fundit me u liru prej Lillit me ardhur në Juventus. Po të kishte qenë një kohë pak ma e gjatë, ndoshta kishte bën një zgjedhje tjetër. Po çysh do të jetë, Edoni është lojtar i cili duhet me llogarit fuqishëm në të, sepse ai është me kvalitetet e tij mundet me kry lojën vet. Në anën tjetër, te anglezët është një stil krejt tjetër. Një stil krejt tjetër, te spanjollët është një stil krejt tjetër i lojës. Edhe për atë arsye e them që liga spanjolle dhe liga angleze shiqon me një përqindje shumë më të madhe se sa që shiqohet liga italiane në përbot, po them. Mbi të gjitha janë klube të cilat
në Angli të cilat luajnë një futboll për me shenu një gol më shumë. Jo me pranu një më pak, po me shenu një më shumë. Edhe kjo është që e bën shumë më interesant edhe me qenë më interesant si lojtar për një treg të tillë. Trener, mungesa e Milan Skriniar tek ekipi kombëtar i Slovakisë, sa ndihmon kombëtarët e Kosovës edhe sa ndihmon Kosovën mungesa me Ramonin. Na para se me ju bisedum për çatë që po më shefen disa informata prej klubeve, unë e mendoj që kjo është bo me direktivën e vet Skriniar. Që mos me bot malle, sepse kjo është një lojë vendimtare edhe për ata edhe për neve. Skriniar është një prej qendërmbrojtësve i cili nuk është kur shumë nalt, po kur nuk është poshtë. E ka një mesatare të hatashme edhe ato e ka tregu bashkë në ligën ku luhet loja defanzive. Ka qenë në Itali edhe ka luajt për mrekulli, nivele shumë të nalta. Po, tash vjen në pikpyetje vlefta e ligës italiane. Sepse ka shumë mendime tash në për Evropë që bën matje të ndryshme, edhe ka dalë që liga turke në këtë moment është pak më lart se sa liga italiane. Siç i ka dalë liga Arabi Saudike, ku janë Ronaldo e krejt kremi futbollit evropian, me 1% ka dalë pak më lart se sa liga franceze. Do të thotë janë disa gjëra të cilat për njerëz të cilët nuk janë të kyçur shumë futboll mund u duk pa kuptim ta. Por kjo është realiteti sepse investimet e bujnë vetë. E ta Skriniar është mirë që nuk lumë. Sepse konstrukti i tij është deri diku i ngjashëm me konstruktin e Vedat Muriqit. Ja tash kush ka me qenaj që ka me u ballafaqu me Muriqin e shohim, por kjo është mirë për neve. Për anën tjetër është keq që Rahmani është i lënduar, edhe unë sa ku mujt me lexu ende nuk dihet a ka me qenë i gatshëm apo jo. Bazë raportimeve, në bazë asaj të cilën kanë njoftuar edhe vetë skuadra napolitane, pritet që të jetë një farë lloj rikuperimi deri në 4 javë. Deri në 4 javë. Do të thotë, edhe aty duhet me llogarit në atë që ndoshta guxojnë me rreziku, ndoshta mos me rreziku. Por na kemi lojtarë tjerë aty. Kemi lojtarë tjerë të cilët duhen me zaventu Amirin, ty fillu prej Alitit, i cili me eksperiencën e tij ka animu shumë lojtarëve të ri, si Delova, si Ilir Krasniqi, tash e kemi tresh në Hoffenheimit, ku e kemi një mbrojtës, një mesfushor, edhe një sulmues të cilët po luajnë e dytë. Po, të cilët po luajnë në formë shumë të mirë. Kështu që të gjithë këta kanë detyrë me mbulu pozitën e Amirit, edhe me egzu kapitenin me një fitore eventuale, me një kvalifikim matutje. Do të thotë kapiteni ka me qenë me siguri me ekip 100%, aty ka me qenë me i përkrahë nëse s'mundet me lujt, moralisht me qenë me ta, por të tjerët duhen me bua ato që me u duk që Amir Rahmani është në fushan, faktikisht nuk është. Arritja dritës në Conference League. Njëjtë si që kom thonë edhe për Ballkanin kur ka lujtë në fazën e grupeve, që na kanë botë të gjithëve krenar, i kanë tregu shumë njerëzve të cilët me kry forci ka thonë që s'ka futboll në Kosovë, janë kështu kushtet, janë ashtu, futbolli është ashtu, shumë klube në region, edhe pak më larg se regioni nuk kanë mri me përfaqësues të tyre me qenë as në kvalifikime. Do të thotë gjirën e parë dytë kanë ra janë diskualifiku, si vjet drita ka lujt, edhe ka lujt në mënyrën më të mirë. A ka mujt më tepër? Ndoshta ka mujt më tepër. Mirë po, disa gabime që janë vrejt edhe te Ballkani më herët, edhe këtu kanë qenë faza e ndërpremjeve ku ka pas pak destabilizim. Po kjo është pjesë e futbollit. Mos me pas kësi gabime, futbolli s'kish qenë interesant. Duhet me qenë atë të gjithë kënaqur me atë edhe me humbur me atë që ka bu drita, sepse e ka bu në mënyrën më të mirë, edhe është ajo që gjithmonë e kom thonë, një organizim i mirë. Një organizim i mirë, ku të gjithë e dim punën e vete, të bjen deri te suksesi. Unë e kom pas fatin me qenë në dritë një 2 vjet, kur kemi pas telashe të mëdha në ato vite të mas luftës, edhe me paga që kanë qenë minimale, edhe me kushtet punës, edhe me transport, edhe me të gjitha gjanat, ku njerëz që kanë qenë klub në atë kohë, që kanë dhënë më vonë klubin 2 kryetarëve që kanë tash,
Çmos kam bo për me qenë drita ajo që ka qenë. Edhe kemi pas rezultate të mira, kemi pas një curi të mirë, edhe në fakt tash kjo që është vetëm një kunorizim i të gjitha atyne punëve paraprake. Sepse duhet me thonë të vërtetën që sot në futboll të Kosovës klubet po harxojnë shumë të mëdha të parë. Mirë, po ka disa klube që me këto miliona që po i harxojnë kanë rezultate sikur kanë qenë rrogat ka 200 euro. Diçka s'po penoj aty. Duhet me ditë ku është shkaku, pse po ndodh kjo, sepse drita po tregon që me investim të mirë, me mjete financiare të cilat po shpenzohen, me kushte për punë optimale, mundesh me u bajt edhe me ekipet e Evropës, sepse i ke të gjitha në tavolinë, urnë punë, edhe del fush me u ballafaqu me të tjerë. Trajner, një pyetje të fundit. Ke qenë lituari i Prishtinës, ke qenë edhe pjesë i aksionare i klubit i Prishtinës. Nesër pikërisht do të përballet me një prej ish ekipeve tua dritës. Çka do të na thuash për këtë sfidë? Po në fakt unë me 9 vjet kur kom filluar me stërvit, kom filluar në Prishtinë, sepse edhe vllau im ka luajtur në Prishtinë më herët, edhe trajneri në atë kohë ka qenë profesori Indier Ilasina. Edhe vllau më ka dërguar te profesori sepse vllai ka pas trajner. Prej atij momenti unë kom kaluar të gjitha kategoritë e klubit, edhe kom qenë një ndër trallët të pakt, të cilët nga shkolla e futbollit ka ndonjë ekip parë. Kjo ka ndodhur në vitin 83, kur Prishtina ka qenë në atë ligën e parë ish Jugosllavisë, Gjenerata e Artë që po quhet, edhe mandej mas asoj kom kaluar të gjitha ato etapa, edhe etapën e pavarësimit prej vitit 91-99 dhe me vazhdu mandej mas luftës. Njëkohësisht të ndrit kom qenë edhe i kom udhëheq gati 2 vjet me krejt peripetit, po tash i kemi 2 Prishtina, një Prishtinë dhe një dritë të cilat financiarisht janë shumë të fortë. Dhe para e dyta, janë klube të cilat edhe ma tutje po shkojnë në fazën e organizimit ma të mirë. Drita kom dëgjuar që është ndërtu dy fusha apo një stadium të vogël që kështu diçka. Prishtina aty e bë qendrën sportive në Alt në Bërnic, edhe mbi të gjitha kanë kriju një stabilitet financiar edhe kushte të mira të punës për trajnera, për lojtar, për terapeutë dhe të gjithë në klub. Ajo çka vlen me u përmendër se edhe njëna dhe tjetra ma shumë Prishtina se sot drita dorën zemër kanë kriju edhe futbollistë të cilët kanë shkuar për klube tjera. Kanë shkuar për klube tjera në për shtete tjera, edhe kanë bërë një kthim të mjeteve financiare të investuar gjatë asaj kohe. Në anën tjetër, do të më thonë që drita në këtë moment mundet me qenë pak e lodhur. Mundet kushtimisht, sepse me lujt në gara europiane, me lujt kampionatin ton, fushat diametralisht kundërta del në Europë lunë në bari natyral, këtu kthehesh lunë në bari sintetik. Edhe ato janë probleme. Po them shpesh kur po i flasim këto punë, edhe mandej shohim disa komente në rrjetet sociale, çka ka lidhje fusha është fush. Fusha nuk ka fush. Nuk ka fush, se me qenë fush, kampionati botnor luhet në bari sintetik. Luhet bari natyral. Funit me u kthy hiç më larg se 25 deri në 30 vjet mbrapa, anglezët kanë pas fushat më të këqija në Evropë. Merr një video ti gjen, ti video ti sheh, fushat kanë qenë katastrofale, sa ata kanë shumë shi. Sidomos një video që publikohet shpesh e Kevin Dalglish që humbros. Dalglish po i Liverpoolit. Edhe mandej ka investuar, kanë bërë për shkak të kusheve atmosferike hibride, edhe tash e kanë futbollin ku e kanë. Apo, edhe kanë ndryshuar edhe vet loja, sepse në fush me bal ti nuk mundesh me zhvillu aksion. Po e gjun topin pe 16, që dhe keni trener jam i të lovim, bëmani të golli kundërshtarit, mos më bëni të golli jam. E sot luhet, e keni po, sot qarkullon topi, lojtarët e kanë malet me vrapu, e tjera. Do të tëtë, kushtet e bojnë vetën. Loja ka me u lujt në Fadil Vokri, fusha e mirë, një atmosferë, besoj që ka me qenë e mirë, sepse ajo që ka po mbrengos mu në të gjitha ndeshjet, na po shohim ndeshje ndërkombëtare pak publik. Po luhet në Prishtinë, komoditeti është i mirë, me reflektora, me karika, të gjitha gjanat për cilë që janë në superlative dhe në favor të futbollit. Mirë po, pse ka pak publik është me u çudit.
A Prishtina po do me ka qatë ritëm që tash po munohet me kap, edhe mendoj që ka me qenë një lojë e mirë, sepse te dyjat në pozita caktuar kanë futbollist të cilët mujnë me e kry vetë lojën në favor të ekipës së vet. Po them prap, mendoj që edhe Drita, edhe Prishtina më herët me atë fitore kundër Bodo Glimt, na kanë pas bo me qenë krenar, edhe Ballkani. Po mos të harojmë që tash ai Bodo Glimt po i qet klubet e mëdha të Evropës prej garës. Edhe jo rastisht, po me investime të mëdha, me punë, me angazhim, edhe me kushtet të cilat i kanë për punë. Na edhe sot e kësaj dite i e mende me këto fusha sintetike, edhe ende është diskutimi pse si bën federata ose pse s'bojnë klubet stadion. A me majt ekipin, a me po stadion. As Milano s'ka stadion të vetë, as Interi. është ashtu? E vërtet. Wembley nuk është i asnjë klubi. Është i shtetit, i mbretërisë. Porku i princave është i shtetit, nuk është i klubit. Do të thotë, janë pak disa tema të cilat na jaret bojnë me u nervozu, po në anën tjetër prapë shoqër mirë që këto fusha sintetike bëren po mundet me u stërvit me rregull, po me siguri që vjen dita që edhe këto me u zaventu edhe na me po futbollin ashtu që kemi luajtur na përpara. Shpresojmë edhe ne. Trener, faleminderit shumë që ishe pjesë e pasdites sportive. Me kënaqësi edhe pse kemi zgjat një kohë gjatë, po shkoj shpejt, shkoj shpejt.